Ju përshëndesim zonja dhe zotri, njoftojmë të na ndiqni, do të flasim sërish për atë që është kryefjalë jo vetëm sa i takon zhvillimeve brenda vendit, por edhe referuar jehonës ndërkombëtare që ka patur jo vetëm transmetimeve që i kanë bërë mediat e huaja, por edhe referuar reagimeve që kanë ardhur nga institucione të rëndësishme, kryesisht të Bashkimit Evropian. Protesta 36-37 ditore, qytetarët vijojnë ende të insistojnë, 10 qindra mijëra mbushin Tiranën çdo pasdite, vijojnë, kërkojnë dorëheqjen e Ramës, po jo vetëm, kërkojnë edhe zëvendësimin e kësaj klase politike 36 vjeçare. Mlejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, kemi në lidhje të drejtë për drejtë Altin Goxhaj, avokat, por edhe një nga protestuesit që vijon ende reziston. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për kontributin që keni dhënë që ditën e parë në Zvërnec, kur gjitha mediat ishin censur, dhe Fox News është i vetmi televizion që ditën e parë, ditën e shtunë në Zvërnec, 37 ditën parë, ishin ai televizion i cili dha ngjarjen e censuruar nga gjitha mediat. Dhe keni bërë këtë çdo ditë në vazhdim dhe jeni si thosh flamurtar të lirisë shprehjes, po mbi të gjitha të kësaj proteste që keni qenë të parë dhe s'keni ndaluar asnjë ditë. Jo për t'ju kthyer qokën, po ishit ju dhe disa aktivistë të tjerë që në transmetim live nëpërmjet rrjeteve tuaja sociale duke qenë prezent atje na vut në dieni neve që ne pastaj kontribuam edhe nëpërmjet ekranit ton, jo vetëm duke transmetuar video tuaja live, por edhe duke zhvilluar pastaj së bashku atë bisedë, atë ditë që siç ju e thoni me të drejtë kishte një terr informativ për çfarë ndodhte në Zvërnec. Ajo tërheqje zvarr e protestuesve nga njerëz të veshur me të zeza, me maska në pranitë policisë së shtetit, po fatkeqësisht avokati kemi parë sërish të përsëriten pamje të tilla edhe përpara parlamentit të Shqipërisë, pra qytetar, protestues që ushtronin të drejtën e tyre kushtetuese të tërhiqeshin njësoj si në Zvërnec, po këtë radhë jo nga persona të maskuar, por nga ata që duhet ishin aty për të garantuar rendin dhe sigurinë publike të protestës. Ju keni qenë një ndër të shoqëruarit në fakt. Mund të them atë që përcaktuat ju që ishte identike sjellja policore e Edi Ramës me sjelljen policore, me sjelljen si thosh kriminale të rojeve private. Madje këtë herë policia e ka përceu atë limit, pasi nuk mori zvarr, por mori shumë persona zvarr, njësoj si Zvërnec. Dhe përdori dhe gaz helmues, apo më saktë edhe si thosh Sprite, dhe jo vetëm ndaj mesh e pardjeshme. Ditën pas ditën. Avokat, po kemi parë që janë shoqëruar dhe ka patur akuza shumë të rënda edhe për keq trajtim apo dhunë, qoftë atë çfarë kemi transmetuar drejt për drejt, pretendime dhe akuza të ngritura për dhunë fizike në furgon në momentin që shoqëroheshin drejt komisariateve apo dhe në ambientet e komisariateve, edhe të personave me probleme të theksuara shëndetësore. Çfarë po ndodh? Cila është vija e kuqe? Duhet i ndajmë me thik dy kategori policësh. Ka policë të cilët zbatojnë ligjin, ka dhe policë që shkelin ligjin. Policët që shkelin ligjin janë për herë më pak dhe janë një pakicë ekstreme. Por mjaftojnë ata për të bërë pjesë gjithë figurën e policisë. Mund të them me plot gojën që jam dëshmitar okular i sjelljes së disa policëve, të cilët unë dua t'i denoncoj si persona që ishin të droguar dhe që shefat e tyre nuk ishin të droguar, po ishin disa nga eprorët e tyre, me sjellje të theksuar palishme. Ndërkohë që ne kemi parë që në radhën e tretë të skalionit policisë që qëndronte para parlamentit, pra në radhën e tretë, jo të parë dhe të dytë, ndodheshin persona që kishin një pamje të çuditshme. Nëse në radhën e parë dhe dytë, policët kishin një pamje të vrerosur në një hall të madh që kishte zënë, për shkak të urdhrave që kishin marrë dhe ata nuk donin që t'ishin, si thosh, në sjellje agresive ndaj qytetarëve. Mbrapa tyre ndodhesh një radhë të çuditshme policësh, të cilët një pjesë e tyre nuk ishin as numra, dhe që kishin një të qeshur dhe një pamje të hutuar,
të çuditshme që sipas një psikologe që kisha ankra në protestë, sytë e tyre tregonin që ata kishin marrë substanca psikotrope që u kishin dhënë për të mos pasur ndjeshmëri dhe për zbatuar si njerëz të verbër, si me qenë këto procese dhe MK Ultras, urdhrat e palishëm që u jepesh për dhunuar protestuesit. Çka do thotë që ne kemi të bëjmë me disa policë, jo me policinë, të cilët janë përdorur nga regjimi si robot të droguar kundër qytetarëve, dhe këta njerëz që janë të droguar tregojnë disa teknika të njohura, të cilat janë të teknikat e trajnimit që bëjnë forcat e Izraelit për policitë në Europë, që janë të njohura. Ka dhe një sinjalizim të rëndësishëm nga kryeministri Rama për sa i takon kësaj që po thoni ju, Goxhaj. Pikërisht do hyrë dhe asaj. Shkolla kombëtare e forcave speciale me ekspert nga Izraeli, po e kemi për pjesën e dytë. Po, do ja shpjegoj dhe atë. Por të qëndroj njërë të ky momenti i dhunës policore. Unë kam siguruar prova filmike që tregojnë që gjithë dhuna ishte ndërtuar, organizuar, e planifikuar, e skenarizuar nga policia, pasi unë kam filmuar skenat, kur 3 policë me skafandrat bardha filluan të përgatisnin armë që godisnin me bomba gazi. Kemi siguruar tashmë dhe provat filmike të gëzhojave, ku unë tashmë disponoj disa gëzhoja që do të çohen për ekspertim, që vërtetojnë që janë përdorur substanca dhe armë të ndaluara që përdoren ekskluzivisht vetëm për kafshët, që do thot janë me 2 shpërthime, dhe këto janë të marra, besoj unë nga dhënat që kemi, po në Izrael. Dhe kemi të bëjmë pra me një veprim policor sipas manualeve të Shimbetit, që është policia e Izraelit, ajo që punon brenda Izraelit. Dhe akademia që do ta trajtojmë më vonë tregon që pas ka hyrë punë de facto pas së shpallë Rama de jure. Dhe unë kam akuzuar, siç e mbani mend, në ditën e Zvërnecës, që personat me veshje të zezë ishin të trajnuar edhe ata sipas tyre manualeve, nga mënyra se si u sollën, si me sprajtin antiari që nuk lejohet përdoret për njerëzit, dhe si për pjesën që ka të bëjë me përdorimin e dhunës dhe zvarritjes së qytetarëve, mënyra se si ata janë neutralizuar, siç ndodhi në Zvërnec. Dhe siç ka ndodhur në Zvërnec, që para se shkoja unë në spital bashkë me profesor Sazan Gurin dhe me aktivistin Klajdi Bello, aty kishin qenë policët e plagosur nga rojet private. E njëjta gjë ndodhi dhe ditën e njëjtën në Tiranë. Kemi policë të plagosur nga sprajti antiari, që është përdorur pa kriter ndaj vajzave dhe grave në protest, dhe kemi policë të cilët janë plagosur edhe nga gazi helmues. Pra kemi të bëjmë, si thush, jo me plagosje nga populli. Unë kam të filmuar atë skenat e policëve të cilët ishin të helmuar, protestuesit s'kishin më çfarë helmonin apo jo. Pra kemi të bëjmë, si thush, me një skenar për të shpikur një dhunë, për të bërë pis protestuesit, pasi siç do ju shpjegoj sot, problemi që po ka Rama më i madhi nga të gjithë, nuk është ajo që shohin qytetarët nga mënyra se si ne dalim protestë dhe këndojmë kundër Ramës. Se thonë që ne do e mundim Ramën duke kënduar, dhe kjo është ironi. Në fakt është ndryshe. Situata ka të bëjë me faktin që Rama, i cili ka mbjetuar në pushtet, bashkë me establishmentin ton politik, prej vitesh në emër të stabiliokracisë, në këtë moment po mundet nga stabiliteti që përprodhojnë qytetarit shqiptar në vetë një proteste unike në Europë. 37 ditë bëhen sot të një veprimi totalisht paqësor qytetarëve, ku të vetmet akte të dhunës janë skenarizuar totalisht nga policia, me diversantët e tyre që kanë sajuar në protesta, siç ndodhi dhe ditën e shtunë në komisariatin numër 3. Dhe të gjitha skenat e përplasjes fizike janë shkaktuar ekskluzivisht nga Edi Rama me diversante vetë, madje ka provokuar disa ramte, edhe incidente, siç ka qenë ai me flamurin e Izraelit tek përfaqësia e Izraelit në Tiranë, që nuk u zgjidh akoma ajo çështje. Që qarta se kanë të filmuar me kamera, në 7 kamera që ne kemi dokumentuar,
se kush ka qenë personi që ka vendosur maskën, dhe sepse u qua turma drejt atij vendi, ku unë kam denoncuar që policia ka një agent të vetin që drejton vazhdimisht turmën për ta shpërbërë atë dhe për ta çuar gjithmonë në rrugën e gabuar, me 7 herë ka bërë këtë gjë dhe kemi kapur me prova filmike. Ndërkohë nga ana tjetër, kemi pasur dhe rastin e incidentit që vendosin flamujt e Izraelit në bulevard dhe pas reagimit masiv që ne bëm, që ky ishte një provokim që të gjente agent Rama që ta shkulnin dhe t'ja vente fajin protestuesve, me urdhër të ambasadës Izraelit u detyruan të hiqnin, sepse u kuptoja që ishte një fals flak me flamur. Dhe në këtë logjik duhet t'i kujtoj qytetarëve shqiptar sot dhe t'ja u shpjegoj. Rama, që ka mbijetuar në pushtet në emër të stabilitetit, pra në dëm të demokracisë dhe në dëm të popullit shqiptar, duke thënë që ja ky i mban në kontroll shqiptarët, sot është kthyer në Europë problemi numër 1 të stabilitetit rajonal në 3 drejtime. Drejtimi i parë është gjithë kjo masë kritike, qytetarë, që është unike në Europë, raport me popullsinë, që nuk ka asnjë të krahasuar as Serbi, as Greqi, as Itali, as të Francë dhe as kund në Europë, në asnjë rast të shteteve europiane, që numri i protestuesve në përqindje me popullsinë është më i madh në historinë e 35-36 vjetëve në Evropë në protestat masive, dhe i matur kjo edhe në kohë, sepse janë 37 ditë që po bëhen me ditën e sotme, tregon që populli po ruan stabilitetin, kurse qeveria tashmë nuk mund të qëndrojë në pushtet sepse provokon destabilitetin. Dhe kjo qeveri që ka pas pikën e vetme të fortë për të mbijetuar në kurrizë të popullit shqiptar, të kombit ton, të zhbërjes ton, të agjendës së popullimit e tjerë, sot ka humbur armën e tij kryesore se ka mbijetuar në pushtet. Stabiliteti, tani do ta shpjegoj pak që stabiliteti i Ramës dhe stabiliteti i popullit. Tashmë gjithë bota duke parë gjithë të popull të madh që del për ditë dhe kaq i vendosur, ku çunat janë ditët finale të çdo jave, tregon që kjo situatë mund të prodhoj realitete të reja ku përplasja e popullit me qeverinë, sipas raporteve të ambasadave të huaja në Tiranë, dhe po flas për ambasadën gjermane dhe ambasadën amerikane, rezulton që 2 javë më parë, kur u bë protestat shtunës, është raportuar që 1500 polic që kanë qenë të rreshtuar te kryeministria, midis tyre 200 forca mikse, përfshin Renea brenda, kishin vendosur që në qoftë se ai popull i madh i të shtunës para 2 javëve do mësynte drejt kryeministrisë, ata do të largoheshin pa bërë asnjë rezistencë dhe do dorëzonin kapelet. Dhe kjo ka treguar që ka rënë fuqia e regjimit aktual për të kontrolluar protestat. Dhe arma jonë më fuqishme është që nuk po e bëjmë këtë gjë, jo që po e bëjmë. Dhe unë kam ndryshuar totalisht pozicionin tim të para 3 javëve, për shkak se në debatin që kam pasur me një goxha e tjetër, me Dretan Goxha, i cili është strateg ushtarak, më ka shpjeguar që unë e kisha gabim dhe ai kishte drejt, që ne do ta mundim Ramën me qytetarin duke e rrethuar, me qytetarin ton që të tretet nga brenda. Dhe këto nuk janë fjalët e një personi që nuk ka kapacitet profesional ushtarak që jam unë, sepse nuk ka marrë shkollë ushtarake, po janë fjalët e një personi me kapacitet shumë të lartë profesional ushtarak, i cili ka nivelin më të lartë, po themi, të strategjisë ushtarake, i cili ka thënë, do ta mundim pa thyer një xham. Dhe çdo xham që thyet, është provokim i policisë. Dhe kjo është arsyeja pse Rama e arrestoi para 5 ditësh Dretan Goxhajn, sepse ai i ka zhbërë gjithë planin, pasi na ka bindur gjithë neve që e vetmja rrugë për të rrëzuar Ramën është ta tresim nga brenda duke shpërbërë pjesë brenda kryeministrisë, në ministri, në bashki, në qeveri, në polici, në ushtri, në kudo tjetër që ai do t'i përdorte kundër nesh, dhe mbi të gjitha në nivel ndërkombëtar. Dhe arma që ne po përdorim është arma që ka pasur ai kundër nesh, stabiliteti, qytetaria, gandizmi jon, që do ta bëj Ramën, siç po ndodh çdo ditë, të zhbëhet, duke u tretur pak nga pak. Ky është rrethim qytetar, i cili në këndvështrimin ushtarak konsiderohet rrethim ushtarak në rastin e sulsus të artit luftës. Por në konceptin modern është veprimi paqësor gandist, i cili ka vetëm akte të mosbindjes civile
siç është rasti i përdorimit të frutaperimeve dhe vezëve kundër deputetëve dhe zyrtarëve më të lartë të këtij vendi nga qytetarët. Goxha, ndalojmë pak këtu. Janë vërtet vezët dhe mielli që protestuesit në mënyrë simbolike thanë do të gatuajmë Shqipërinë e re, demokracinë, problemi, apo ndryshon sjellja e policisë kur në shesh janë 500.000 dhe kur para parlamentit janë shumë më pak protestues? Si arsyeton juve? Ne dim shumë mirë sa jemi parlamentit dhe jemi aty pikërisht sepse fuqishme janë zemrat tona. Është kuptuar tashmë që kjo protestë është frymë qytetare, sepse shtunave rikonfirmohet. Të shtunat janë si ditë zgjedhjesh, është ditë referendum. Kurse ditë e javës janë ditë zemre. Ditët e zemrës përcaktojnë që para parlamentit, kur ne jemi 200 veta, jemi 200 luan, jemi si 300 spartan. Kuptove logjikën. 300 ato që quhet autoritetin e rënd tashmë deputetit i cili mban këtë qeveri ilegjitime në këmbë, që ka ardhur jo vetëm me vota të manipuluara dhe të vjedhura, jo vetëm vota të kontrolluara nga patronazhimi, jo vetëm me një sistem zgjedhor krejtësisht të kalbur, të gatuar bashkë me opozitën fake që ka kryer vend, por mbi të gjitha që është më e rëndësishmja, ka të bëjë me faktin që tashmë po bie legitimiteti çdo ditë, çdo orë, çdo natë i këtij sistemi të establishmentit politik në sytë e qytetarëve, ku mjaftojmë aq pak veta që jemi, të përballemi me gazin lotësielës, me arrestimet, me burgimet, dhe të mos na ndjej fare, sepse ne po fitojmë një betejë pa derdhur gjak. Një betejë që do kishte nevojë edhe për gjak në një rast tjetër për të shpëtuar Shqipërinë nga kolonizimi, pushtimi dhe largimi genocidial i kombit ton, popullit ton nga vendi jon. Siç është plani i ndyrë i agjendës Soros për ta kthyer Shqipërinë në Izraelin e ri të shoqërisë së hapur. Po ju shpjegoj që loja që Rama ka dashur të luaj, duke futur 100 skenar në ditë, 100 sabotime në ditë, 100 spion në ditë, është krejtësisht e dështuar nga vullneti që vjen nga Zoti. Më falni t'ja shpjegoj pak vullnetin e Zotit si shohun këndvështrimin tim. Do testoj çdo teleshikues dhe ju e dashur sot me një pyetje. Kemi 37 ditë protestë. Kush ka qenë protestë dhe kush e ka parë në internet? A më keni parë, a keni parë, a i keni konstatuar, a keni dëgjuar ndonjë të qarë, fëmijë, foshnjë, karrocë? Askënd. Si shpjegohet që foshnjët në mes të zhurmës së popullit vetëm flejnë apo qeshin dhe nuk qajnë? Kush e prodhon këtë energji? Këtë vetëm Zoti mund ta bëjë, askush tjetër. Keni parë ju në jetën tuaj shifni foshnjë mes zhurmës që nuk qajnë po qeshin apo flejnë? Si mund të flihet mes asaj zhurmë? Aty ka një energji pozitive, avokat. Normal, fëmijët e ndjejnë energjinë pozitive që mbizotron. Kush ka qenë të paktën? Kur flasim për energji pozitive, kjo janë punë e Zotit, nuk janë punë e robit. Se sipas shkencës së çufave që na ka mësuar në shkolla për 100 vjetësh, energjia nuk merret fare në konsiderat. Ndërkohë që energjia është punë e Zotit. Pra, pyetja ime është për gjithë shqiptarët që na ndjekin. A keni parë në foshnjë që qanë protestë? Pse nuk shifni fëmijë që qajnë protestë? Sepse kjo është dora e Zotit. Dhe ne se kemi Zotin e vete për 37 ditësh që ka shbërë çdo skenar, çdo plan të armikut. Ka shpërbër çdo skenar që çfarë kanë bërë ata kundër kësaj proteste për ta zhbërë, për ta shmontuar, për ta devijuar, për ta çuar drejt akteve të devijimit të planit ton qytetar modern, dhe që kemi këtë energji të menjëhershme që e prodhoi që ditën e shtunë në Zvërnec. Ky popull që se ka bërë kurrë këtë gjë, asnjë popull në Evropë, se ka bërë kurrë këtë që bëjmë ne, që jemi bashkë, edhe musliman, edhe islamofob, edhe homoseksual, edhe konservator, edhe katolik, edhe krishter, edhe ortodoks, edhe protestant, edhe musliman, edhe bektashin, edhe budist, edhe njerëz që besojnë që s'ka ndodhur kurrë. Edhe unë që dal bashkë edhe qesh bashkë me Zhakun, për shembull, që jam thërur gjithmonë në ekrane, që dal me Misa Myzyren, që çfarë jemi sulmuar me njëri tjetrin, që dal një ditë vend me Xheni Karajin, a kuptoni apo jo? Që dal me njerëz të Sorosit aty në protestë. A keni kuptoni këtë gjë? Pse? Sepse kjo është dora e Zotit që ka bashkuar shqiptarët të gjithë bashkë, jo thjesht për pelikanin dhe bubin kaçurren, jo për flamingo siç kujtojnë njerëzit. Ajo është marketimi jon, është zgjuarsia jon, është inteligjenca jon që fituam gjithë botën me vete, është marka jon e marketingut që $10 miliard të kishim hedhur, s'do kishim realizuar marketing kaq mirë botror,
sepse ne jemi inteligjent dhe e kuptuam që ditën e parë që erdhën kamerat e huaj për të filmuar protestën, ne i zhdukëm gjithë posterat që kishin të bënin me pushtimin e çufave që ka organizuar familja Soros me Edi Ramën në krye dhe me shabat gojimet e vetë kryetarët e partive, Gjoja Opozitare, Sali Berisha, Adriatik Lapaj, Agron Shejaj, Arlind Qori, që janë gjithë shabat gojit e Izraelit në Shqipëri, dhe ne i hoqim ato postera se edhim, jemi inteligjent, që po të kishim ato postera, mediat e huaj do na censuronin, se edhim se funksionon bota. Pra, këtu kemi dorën e Zotit, dhe unë duhet ta shpjegoj pak dorën e Zotit në çështjen e shbërjes së Ramës. Po vepron në krah shqiptarëve Zoti që ka vepruar në 1112, siç ka vepruar në 1120. Po vepron dora e Zotit me një popull kur e meriton. Gjaku i shqiptarëve u shpërbye në 1112. Sakrificat e shqiptarëve dhe puna e patriotëve shqiptar u shpërbye në 1120. Sakrifica e popullit shqiptar në Kosovë 1198, 1199 luftë dhe gjithë sakrificat e tyre u shpërbye në 1199. Dhe këtu ka qenë gjithmonë dora e Zotit. Dhe çfarëdo që të mendojnë njerëzit, duhet ta kuptojnë. Është dora e Zotit që po na mbron, po na përkrah dhe po na jep dorën që ne të vazhdojmë këtë rrugë, sepse po na thotë që jeni rrugën e drejtë dhe vazhdoni. Vetëm po ta vazhdoni do ta fitoni. Ka dhe një argument të tretë shumë të rëndësishëm te rrethimi jon, po është bën Rama. Shqipëria sot është kthyer në një faktor krize rajonale dhe europiane dhe ka shku puna deri në Amerikë. Do t'ju shpjegoj pak. Jo tani nga ne, përkundër, ne jemi ilaçe. Ka disa vjet që rezulton që Shqipëria ka prishur të gjithë ekosistemin e narkotrafikut botror të kokainës me thelb Europën. Shqipëria është kthyer në qendrën, kartelin më të madh në botë të kokainës, me qendër në kryeministri, ku tashmë në raportet amerikane dhe evropiane janë thyer të gjitha parashikimet dhe projeksionet e analizave të trafikut kokainës. Jo për shkak të sasisë të trafikut kokainës. Kjo është një element. Po për shkak të faktit që e gjithë paraja e kokainës për herë të parë në histori pastrohet në mënyrë reale, zyrtare, nga një qeveri që është qeveria e Edi Ramës, me një plan ekonomik të shkruar nga çufot, ku personi quhet Ricardo Hausman, i kontraktuar nga familja Soros në një institut të Sokrates Kokalis në Greqi, i cili ky institut ndodhet në Amerikë. Dhe ky projekt për kanabizimin e Shqipërisë të vitin 2014, që u bën nëpërmjet negociatave të familjes Soros me shërbimin inteligjent në Europë dhe në Amerikë për të neutralizuar rrugën e Marokut drejt Spanjës për shkak të financimit që bëheshe nga parja e kanabisit nga Maroku në të gjitha linjat e ISIS-it në atë kohë, prodhoi në Shqipëri parcel më të madhe, ekonominë më të madhe të kanabisit. Kjo shërbeu si bazament për t'i thyer parashikimet e një shërbimi inteligjent ndërkombëtare drejt kokainës, e cila përdori manualet e çufave për të fituar tregun evropian të kokainës, duke prodhuar një skem gjigante të pastrimit parave që synonte jo të mbante ekonominë shqiptare, po të shpopullonte Shqipërinë. Sepse kjo skem e pastrimit parave rriti çmimet në mënyrë galopante të pronave imobiliare, duke bërë që shqiptarët vetëm të shesin dhe askush të mos blej, duke shitur, merr para dhe largohu nga Shqipëria. Duke dashur të jetojë Shqipëri, nuk jeton dot, nuk blen dot një shtëpi. Dhe ky proces i çufave ishte pjesë e një projekti për të shpopulluar Shqipërinë dhe për ta ripopulluar me 300.000 kolon që vinë nga Izraeli të pakënaqur me jetën në Izrael dhe me 1 milion indian dhe Filipinas, Ukrainas dhe Amerikanë Latin planifikuar që do të punojnë në zonat urbane dhe në bujqësinë shqiptare, ku çdo tokë shqiptarëve, çdo tokë bujqësore është planifikuar të ushitet çufave dhe çdo lloj shqiptar që do rezistojë do të shkatërrohet nga taksat e reja që ka ligji i ri që po shkruan Rama dhe ka hedhur për konsultim publik, që është kadastra fiskale. Dhe nëpërmjet paketës maleve, duke zhbërë fshatin dhe duke zhbërë blegtorinë, dhe nëpërmjet PPP-ve dhe investitorëve strategjik për të përzënë edhe ata pak shqiptar që do rezistojnë nëpërmjet shpronësimit detyruar publik. Dhe ky projekt i Ramës për të bërë Shqipërinë Izraeli ri shoqërisë të hapur, ka thënë një projekt të ri, një problem të ri që ka shkatëruar të gjitha manualet gjeopolitike ushtarake të NATO-s në Europë, sepse tashmë Sazani, i cili është baza më e fortifikuar e Mesdheut, me 3200 bunker, me 10 tunele nën-toksore që i ka në Sazan, konsiderohen në tunele antiatomike, tashmë do t'jenë jo më ishulli Sazanit, po do i shkruar në manualet ushtarake të NATO-s si ishulli Samson. Ta shpjegoj pak çdo thot ishulli Samson.
Sipas strategjisë ushtarake, doktrinës ushtarake të Izraelit, ekziston një manual ushtarak i organizuar që quhet opsioni Samson. Çfarë është opsioni Samson? Është bombardimi i të gjitha kryeqyteteve të Evropës me bomba atomike izraelite në rast se Izraeli do shkatërrohet. Është një lloj hakmarrje ndaj atyre që lejuan të ndodhi një gjë e tillë. Dhe ky projekt që quhet Samson do të zbatohet për Europën në Sazan. Dhe në Europë të gjitha manualet ushtarake po rishkruhen duke marrë në konsiderat ose fitoren e Izraelit mbi shqiptarët nëpërmjet tradhtisë që po bën familja Soros, nëpërmjet drejtorit Saidi Rama dhe gëzagarëve të tij, si Shabat Goim, Qasali Berisha, Agron Shejaj, Arlind Qorri, Adriatik Lapaj, që janë një grup Shabat Gojsh që shërbejnë të gjithë në civilizëm plot Izraelit, ku Sazani është përcaktuar të jetë bazë ushtarake e Izraelit, e kamufluar si një resort privat i familjes Kushner dhe jo Trump. Ky manual, i cili quhet manuali Samson, do ta kthej ishullin Sazani në çdo dokument strategjik evropian si ishulli Samson. Ishulli Samson buron si fjalë Samson nga Bibla, Torahu dhe Kurani. Samson është një person i Biblës i cili shkatërroi qytetin e tij në shenjakmarrjen dhe shkatërimit të tij. Dhe ky quhet manuali Samson, i shkruar në 1890, ku planifikohesh në këto manuale që do të hapesh në tunelin e kryeqytetit të Evropës, do të mbushesh me tritol, me dinamit në atë kohë dhe do të hidhesh në erë në rast se do të kishte një goditje ndaj popullsisë hebrejve në atë kohë. Në kohën e sotme, ky manual është ushtarak dhe gjithë arsyeja pse Izraeli nuk regjistron të armët e vet atomike në konvente ndërkombëtare të armëve atomike, të kontrollit të armëve atomike, është sepse çdo shtet që disponon armë atomike është i detyruar që të bëjë transparencë mbi pozicionin dhe vendodhjen e tyre, në mënyrë që çdo palë konkurrente të jetë në gjendje të parashikojë sulmin që do t'i bëhet që ata kundërreagojnë menjëherë. Dhe në Shqipëri ne do të kemi armët atomike të Izraelit në ishullin e Sazanit. Pashalimani, i cili është një bazë thelbësore e NATO-s, që sipas manualeve dhe traktateve të NATO-s konsiderohet një bazë e cila nuk mund të disponohet nga NATO-ja, për shkak se në vitin 91, kur është bërë traktati të Varshavës me traktatin e NATO-s, për zhbërjen e traktatit të Varshavës, u vendos që asnjë bazë e krijuar nga traktati i Varshavës nuk mund të përdoren nga NATO-ja. Dhe Pashalimani, duke qenë se ishte një ish bazë ushtarake e traktatit të Varshavës, nuk mund të përdoren nga NATO-ja, por ama i vetmi shtet që mund të investonte për Shqipërinë në atë bazë mund të ishte vetëm Turqia, për shkak se ajo kishte pasur legjitimitet mbi atë bazë deri në vitin 1912. Dhe për këtë arsye, investimi turk që u dha në Pashaliman nga viti 1991 deri në vitin 2025 u zhbë me një firmë të vetme nga Edi Rama, duke kaluar ekskluzivisht për të ndërtuar një kantier ushtarak në favor të një flote ushtarake që është Shqipëri, Greke, Greqi dhe Izrael. Dhe kjo ka shkatëruar të gjitha manualet e NATO-s, sepse për herë të parë izraelitët kanë bazat e tyre në mesdhe në një vend të. Dhe kjo ka sjell një arsye të fortë gjermane, një arsye gjigande gjermane për të fokusuar, targetuar Edi Ramën si një destabilizues i të gjithë rajonit. Dhe po ashtu kujtojmë që Enver Hoxha, kur ndërtoi bazën e Pashalimanit me nëndesë sovjetike, destabilizoi gjithë mesdheun dhe arsyeja pse qëndroi pushtetin 1960 ishte sepse prishja e bazës së Pashalimanit me nëndecet sovjetike çliroi gjithë energjinë e Europës mesdhetare dhe ishte marrëveshja që u bë për shkak të vitit 63 që u bë nga presidenti raketat sovjetike nga Turqia, nëndecet nga Pashalimani që u të hoqën dhe raketat sovjetike nga Kuba. Në situatën aktuale, gjithë NATO po rikonfiguron të dhënat e veta, pasi Franca, që është aleati i Serbisë dhe Greqisë, aleati zyrtar i Greqisë, Kipros, Greke dhe Izraelit, është në konflikt të plot ushtarak me Gjermaninë dhe Turqinë, dhe duke qenë se Shqipëria hyn në influencë gjermane, dhe kjo është aleanca ushtarake, Kroaci, Kosovë, Shqipëri, përballë aleancës serbe që ka me serbët, pra aleancës franceze që ka me serbët, aleancës franceze që ka me grekët, Shqipëria sot është në duart e Francës për shkak se marrëveshja e detit që ka bërë Rama me Greqinë dhe që është e gjitha e heshtur nga kjo klasë politike bastardësh që ka Shqipëria, Shabat Gojsh të Izraelit, ka kaluar e gjitha për t'ia dhënë detin jon të gjithë Greqisë, sepse një koncesion i një kompanie franceze me prapavi çufosh do të marrë të gjithë naftën e jonit dhe për këtë do i marrë dhe detin shqiptarëve. Dhe kjo është marrëveshja pikërisht që mban në stabilitet e Edi Ramën, e cila tashmë po zhbëhet totalisht
nga influenca amerikane, franceze, e cila po e rrethon Francën në raport me Ramën. Kjo është arsye pse Rama kur shkon në Francë dështoi me turp në takimin e tij dhe nuk mori asnjë shpresë sepse NATO është cënuar në thelbin e saj strategjik nga ky destabilizues i gjithë rajonit. Në këtë moment që Rama ka ndërtuar një shkollë gjoj aviacioni me izraelitët, me ushtrinë e Izraelit, që po ndërton akademinë e forcave speciale me Izraelin, duhet ju kujtoj që nuk është qëllimi për trenuar thjesht forcat speciale të Izraelit në Shqipëri, të mercenarëve që do të mbledhë Rama në Shqipëri, që nuk do të jenë as shqiptar, por do të jenë ndërkombëtar. Ka të bëjë me një gjë tjetër komplet. Rama po e firmos me urgjencë në mënyrë që të realizojë pasaporta diplomatike, ushtarake, të ekspertëve ushtarak izraelit që i duhen Ramës dhe policorë që i duhen Ramës në një moment që po rrëzohet. Pra, arsyeja pse me urgjencë, në kulmin e reaksionit, ai po themelon akademinë ushtarak, akademinë e forcave speciale të shqiptarëve me Izraelin, ka të bëjë sepse atij duhet të sjellë urgjentisht ekspert, policor, ushtarak të Izraelit në Shqipëri për të shtypur popullin shqiptar, protestuesit shqiptar me manualet e veta duke droguar policët për të sulmuar drejt turmës. Pra po thoni Goxha që s'ka ndërmend jap dorëheqje në Rama. Nuk ka asnjë sinjal me gjithë rezistencën, stabilokracinë, Rama ka zero shans. Edhe në arenën ndërkombëtare tashmë. Rama ka zero shanse të japi dorëheqjen, është futur në një lum, në një grop thithse që hapi një varr që hapi për shqiptarët dhe aty do përfundoj vetë, sepse nuk ka shanse që projekti i Ramës dhe i familjes Soros për të zhbërë Shqipërinë dhe për themeluar këtu Izraelin e ri shoqërisë së hapur, pas një shqiptar, pas një pronë shqiptarëve, duke përzënë dhe duke na zhdukur dhe varret tona, në këtë moment ka lëvizur ajo forca e gjërave, puna e Zotit që siç thuhet në librat e shenjtë, Zoti ja prish planet djallit. Dhe këto forca djallëzore që duan zhdukin Shqipërinë, tani do zhbën copa, një nga një, sepse energjia e popullit shqiptar, dora e Zotit që i bën thoshit e shqiptarëve të mos qajnë në protestë, në mes të saj zhurme, po të qeshin, që të luajnë, është pikërisht shpresa që Zoti është me shqiptarët kundër planeve satanike të familjes Soros për të thyer Shqipërinë, siç e bëri Rothschildët me Palestinën dikur, që të bëjë familja Soros Izraelit shoqërisë së hapur. Dhe baza ushtarake e Izraelit nuk do të bëhen dot në Shqipëri. Akademia e Ramës me Izraelin do të zhbëhet totalisht. Avokat Goxha, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim të radhës. Më fal. Po. Sot edhe më shumë. Sot edhe më shumë. Ora 19:00 sheshi Skënderbej, kush në pamundësi ora 19:00 se shohim që edhe pas orës 19:00 ka qytetarë të tjerë që i bashkohen asaj që është mrekullia e lirisë dhe siç thot avokati, kush nuk e ka provuar atë energjinë pozitive për cilën folëm pak më parë, të Shqipërisë së re, të afrohet edhe do të kuptoj që kemi thënë të vërtetën. Edhe kështu do të merrni dhe bekimin e Zotit. Faleminderit Goxha. Faleminderit. Sot edhe më shumë, nesër edhe më shumë, kështu mbyllet çdo protest, çdo ditë, qytetar, protestues, shqiptar që kërkojnë Shqipëri të re, dorëheqjen e qeverisë natyrisht janë çdo ditë pra në shesh, ora 19:00 sheshi Skënderbej. Ne kemi zhvilluar një bashkëbisedim me avokat Altin Goxha. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.